Vlada është amanet i madh, e ne do të pyetemi ditën e Kiametit për amanetet tona, me të cilat jemi ngarkuar. O ju musliman, ruani vetveten tuaj, po edhe familjet e juve për i zjarmit të xhenemit. Qysh i ruan për i zjarmit të xhenemit, i ruan duke u mësu fen, duke edukuar në fe, duke i bë me dasht fen, me jetu me fe. Urdhëroj familjen tane me fal namaz dhe bën sabër ndaj namazit, po bën sabër ndaj familjes. Nuk ka dhurat më të shtrejt, nuk ka mësim më të mirë që prindi i ja jep evladit sa edukatën e mirë. I ja mbjellë namazin fëmijët, dije që ja ke mbjellë dashurin ndaj Allahut. Dhe evladi është emanet shumë i madh. Nuk ka emanet më të madh në raport me krijesa sa evladi. Evladi është emanet i madh. E ne do të pyetemi ditën e Kiametit për emanetet tona, me të cilat jemi ngarkuar. E Allahu i madhruar ka thënë në Kur'an: Ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju musliman, ruani vetveten tuaj, po edhe familjet e juve për i zjarmit të xhenemit. Ruani. Qysh i ruan për i zjarmit të xhenemit, i ruan duke u mësu fen, duke edukuar në fe, duke i bë me dasht fen, me jetu me fe. Sepse ai cili jeton me fe, ai ka për të shpëtuar nga zjarmi i xhenemit në emrin e Allahut. Dhe Allah Azza wa Jall ka thënë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Urdhëro familjen tënde për namaz. Urdhëroj familjen tënde me fal namaz dhe bën sabër ndaj namazit, po bën sabër ndaj familjes. Sabër. Në familjen me urdhëru për namaz. Dhe Allah Azza wa Jall në surat Maryam, kur flet për disa pejgamber, ndërta për Ismailin a.s. e lavdron shumë. Dhe thot mes tjera është për të wakane ya'mur ahlehu bis salati wa zakati. Dhe urdhëronte familjen e vet me fal namaz. Dhe me dhanë zeqat. Dhe urdhëronte familjen e vet me fal namaz. Pra pejgamber të Allahut që të gjithë kanë qenë të urdhëruar prej Zotit që të falin namaz. Kanë qenë të urdhëruar prej Zotit që të mësojnë evlatët e tyre, familjet e tyre, të mësojnë dhe të urdhërojnë me fal namaz. Nuk ka sen më të mirë, më të shtrejt. Nuk ka dhurat më të shtrejt. Nuk ka mësim më të mirë që prindi i ja jep evladit sa edukatën e mirë. E zemra edukatës të mirë është me lidhë robin me Allahun, e ke implementohet duke filluar me namaz. Pra, ja le namazin fëmijët, ja mbjellë namazin fëmijët, dije që ja ke mbjellë dashurin ndaj Allahut. E ke mbjellë një fidan, një pemë, e cila ka për t'i futur rrojt thellë në tokë, dhe frytet ka me qitë në stop. Jo vetëm verën verë, njëherë në vetë, por në 400 të vitit. Dhe sa të gjallë, frytet imanit, dashnis ndaj Zotit. Kështu që edhe në të kundërtën, prindi cili nuk ja ka mbjellë evladit e vetë dashurin ndaj Allahut, ndaj pejgamberit, ndaj Islamit, ndaj Koranit. Nuk ja ka mbjellë ndjenjen e namazit në zemër, me dash namazin, me fal namaz, ai shumë pak ka bë për fëmijë, i ka hinë hak fëmijët,
emanetin t'i kalon mangu, për mos me thonë se senin më të shtrejt, më të qmushëm, nuk e kalon e vlatve. Për mos me thonë se kalon sen. Për mos me përgjithësu. Kjo është kështu. Pra këta pejgamber të Zotit. Dhe Allah për i cek për i lavdëran për çka? Se i urdhëronin familjet e ty në falë namaz. Edhe vetë për i urdhëron. Falë namazin, urdhëron familjet tua për namaz. Pa dhe neve për në urdhëron. Andaj prindit do të me nejtë gati fëmijët shumë. Ta në që me nejtë gati, duke josh, duke e dhanë vullnet, duke nëzit, duke motivu, her me të regime, të ndryshme, her të të regu për madhështinë Allahut, dashurinë e Zotin ndaj Rabbëve, të mirat e këtij dini, të mirat e namazit, frytet e namazit këtë dynja, frytet e namazit në ahiret, po herë edhe pasoja të gjënahet. Po herë edhe me ndonjë dhurat, cili prindi thot fëmijës vet, nëse ma mëson ajetul kursi, i ke $20, €20, 20 franga. Sa kem prindit? Ma mëson ajetul kursi, apo ajetul kursi është e gjatë, më mëson kul eudhu birabil felek, kul eudhu birabil nas, inata inan, kul eudhu Allahun, bilishtu 4 sure, Fatihan, kjo të Kuranit, pastaj tahiyati, salavatet, për secil prej tyre t'i japi ka 10 euro, ka 20 euro. Ajetul kursi 50. Po të ne për kje, vlan të ki, djali ki, ose je gjish, ose je bab. Nëzit e vladin. Stimulaj e vladin. Blej dhurata. Formën që e din të vetë. E rëndësishme është që fëmijët do të më ambil dashurin ndaj dinit Zotit. Në mënyrë që të përcjell këtë amanet, me të cilën e ka ngarkuar i madhi Zot. Të shpëtoj me vlat për zjarmin e xhenemit. E Allahu tha që ti ka më herët ku anfusakum wa ahlikum nar, shpëtane, mbrone, ruani vetveten tuaj, po edhe familjet tuaja për zjarmin e xhenemit. E që shëron për zjarmin e xhenemit ty? Që shëron? Të që kërah për fjetë? Të i bë pare vladve? Të ja plëso këtë kushte që ka dojnë e vlad? Të mos ja prish e vladve kor? Të i thonë të rijën këta, ka vakte të bojnë që ka dojnë të knashin e të rijën këta, balë kanë më lodhe, kanë më fale, kanë që shtoa, e jo pashallah. Jo. Kështo i dëmëtan, po në këndër tyne, pa e vrejt. Se në punë dënjas, që i prind, zakonisht, raset absolute, i cili rune vladën e vetë, mëse ngëc, mëse thërë me punu, mëse aprejgjumin, baba pënën, unë ma shumë sëlëmitna, mallëm nuk bahna, po nëse i dhimet e vladi. Dikur tani rritet, djali bën 15-20 vjetë, të dikur do të më dojnë pënu, qëfar pënuni? Jetë ty bënja ka bën ta. Tani këthejt ato bira, tanë po punojnë, tanë, jo po ti babë se më këla gjithërëm ti. Pra, a mënu me bo mirë, që i bo një keq? Të mënu me bo mirë, i bo një keq. Pra ata, se zgjerun pak ti për ndoshta, por në preki kjo vajza, Lejla, se pa tam në Zotë e rujt, po edukimi fëmijëve është punë e madhe, po është edhe një dhuratë e Zotit, sepse do të jo gjithkush po din me eduku fëmijët. Gjithkush bëhet babë e nanë, por jo gjithkush din me eduku fëmijët. Pra dallim i madh
me saj dhe me asasaj, po.